Mirë se erdhe, Miranda. Përshëndetje. Knatësi me të prit në studio, dashur. Faleminderit. Si të kam? Mirë, faleminderit. Si shkoj dita? Mirë shumë. Sot kom zjerë ma herët, po më duket prej ordinancës, si sa hera që konshme të lutem. Faleminderit shumë. Po them më herët sepse marrë parasysh atë që kënda me e ke një urar bukur gjatë. Ma mërmendja. Është edhe kjo puna e sezonit të verës më ngarkuar, apo? Pa tjetër, gjithmonë, çdo sezon. Çdo sezon? Çdo sezon. Është, them drejtën, kanë fillu si të shpeshta të bëhen sezonat, mos i kemi ashtu shumë fikse. Po pra, se sigurisht që edhe me shtimin e informacionit, edhe me mërmendja me edukimin më të madh të njerëzve rreth kujdesit e shëndetit oral, më nuk janë edhe aq të rralla vizitat tek Jo, them drejtën, ka fillu të bëhet pak më e lehtë, po kemi hala shumë angësi, na duhet hala shumë punë, po kujdesi prindve ka fillu, sidomos të fëmijët, jetë pak më i dukshëm, po gjithashtu kemi edhe ngecje, ku neglizhohet ajo që mendohet se dhëmbët e qumshit nuk do një kujdes, veçanë se do nrohen edhe them drejtën aty jemi pak më keq. Po besoj që me kohë dhe për shkak mundësive që kanë më të lehta në rrjetet sociale, televizione, programet ndryshme, faleminderit edhe për juve për shumë informacione që kanë, do bëhet ma e lehtë, besoj. Munduemi që edhe sot, për mes këtyre minutave, të japim pak këshilla, me që të kam këtu, do të shfrytëzoj në maksimum përgatitjen tënde profesionale që ti këshillojmë të gjitha ata që po na ndjekin. Para se të dalë te këshillat, le ta nis pak me orientimin tënd ose vendimin tënd për të qenë kjo që je sot. Është diçka që vjen nga familja? Jo, është një dëshirë e hershme. Një dëshirë. E hershme ndoshta si person që jam pak më i ndihshëm edhe ajo dëshira mi u ndihmu njerëzve me qenë më afër, atë dashurinë që ta japin edhe që është reciproke, të them drejtën, unë ka shty që me vazhdu mjekësi. Edhe pas një kohë zgjedha edhe stomatologjinë, që më ka desht mund të them drejtën e kohë me arrit këtu ku jam. Edhe me shumë përkushtim, ndoshta ta plotësoj edhe dëshirën time, ëndrrën time profesionale ta hapi një ordinancë stomatologjike timen, që don bukur shumë përkushtim. Edhe kohë gjithashtu, duke di që unë jam edhe një nanë e 2 vajzave të vogla, që dojnë pak, ndoshta ka di që dojnë përkushtim dhe ku energji shumë, po them që më kanë bo shumë më ndryshe, më kanë formu edhe në kana profesionale vajzat. Më kanë bo ti pak ma të ndishëm, ma durushëm, ndoshta edhe besoj që më ka bo shumë mirë, edhe ana profesionale, pjesa mësis. Kur jemi të durimi, sa duhet me qeni durueshëm një stomatolog, kur hap derën e ordinancës? Shumë, po të them drejtën, unë e bëj shumë me qef, e du, spari e du këta që e bëj, është diçka që ndina mirë, nuk ndjej lodhje, të them drejtën, nuk i di që është mu lotë ordinanca. Do shta e ndjej pas e dalë pisaj, po gjatë kohës mundona që të përkushtona maksimalisht. Kur jam të ordinanca, pacientët janë prioritet. Përkushtona maksimum, mundona me qenë sa më profesionale dhe t'jem sa më afër tyne. Se është diçka bukër e ndishme. është diçka të e di se sa frikë kanë pacientat. A kanë shumë? Pra, në cilën pjesë hynë pacientët e tu? Ata që kanë më shumë frikë? Ndoshta janë pak ma të lehtë vim për shkak se jam edhe femër, edhe ju duket pak ma e lehtë, pranoj ma lehtë, kam shumë frika coka. Apo? Pas ke po shumë. Si ja bën me i menagju? Si ja bën? Se është e vështirë kjo? Frika nuk... Ndoshta ajo afërsia që ndjej me ta është shumë e rëndësishme. Ndina mundona mi afru sa ma afër, që tjetë ma të lirshëm, edhe dhe gjom gjithmonë frikat vim për një provoje të keqe që e kanë pas, që e kanë kalu, se nuk është diçka. Edhe vetë faktit që në stomatologji, kryesisht të stomatologë shkojnë vetëm kur kanë dhimbje. Kemi pak kontrollat rutinore. Që po nëse do në të menagjosh frikën, shko pak më shpesh. Vizito pak më shpesh, se sa më shpesh shkon, pos që e mbun frikën, është edhe që problemet janë ma të vogla. I zbulojnë më herët, trajtimi është më i lehtë, edhe them drejtën dhe më pak i kushtueshëm. Gjithçka tjetër,
Kështu që si këshill prej anës time është persona që friksohen, lutem vizitojnë më shpesh stomatologun. Që të zbulohen sa më herët. Ata që friksohen, por edhe ata që nuk friksohen, sa shpesh sugjeron ti që duhet të jenë vizitat? Normale është vizita kontrolla rutinore çdo 6 muaj. Çdo 6 muaj preferohet. Normal. Për të gjitha grup moshat? Për gjitha grup moshat. Preferohet rutina, kujdesit, dhëmbëve, pastrimi 2 herë në ditë, edhe do më thënë pastrimi me brush, me pej dental, edhe ato edhe kontrollat rutinore e bojnë një gjithë përbashkë që kemi një shëndet sa më të mirë oral, me thonë drejten, se është shumë i rëndësishëm, nuk është vetëm për gojen, po është që na lidhe edhe me shëndetin e përgjithshëm tonin, që ka shumë rëndësit. Është si port hyrëse e shëndetit tonë. Një fjalë thotë që çado që hajmë, ata jemi, qa ushqemi, kështu që ka ndikim bukur të madhë. A ka ende njerëz që mendojnë, po i laj dhëmbët edhe kjo mjafton, jam i rregullt me larjen, në mëngjes dhe në mbrëmje, për të tjera atë s'ka nevojë? Patjetër që ka, besoj që shumica e tyre. Shumë pak kemi të kontrollat rutinore, me thonë drejtën. Po besoj që zakonisht kur e arrim atë qëllimin ton, e rregullojnë dhëmbët edhe atë premtimin gjithmonë e kemi në fund. Doktoresh do jem e rregull. Pas tani do vazhdoj. Ishkeri premtimet, a? Lutem. Jeta dinamike, koha, po s'pat e dhimbje nuk çtyn për me ardhë se stomatologu. Ajo është ndoshta pika kyçe për atë edhe neglizhohet si gjithmonë të stomatologu vinë kur ka dhimbje, ka avancu bukur shumë edhe gjithmonë trajtimi ka me qenë ma i vështirë. Ti ndajmë pak në grup mosha, me që deri tani ishim më të përgjithshëm në këshillat. Të ndalemi tek ajo kategoria që veç edhe përmendet e fëmijët e të vegjelit. Besoj që është më delikate dhe ka shumë, ase mund të ketë shumë mite që prindrit nuk e kanë informacionin nga profesionistët, nga njerëzit e duhur, edhe jo nga dëshira, për tishtë nuk kanë informacion. Qa do t'i themi atyre? Unë kam bukur shumë pacienta fëmijë në ordinancën time, edhe na duhet kohë e para, duhet me pas durim, si prindi, si unë gjithashtu, nuk duhet dorëzohemi i letë. Është fat që një fëmijë të pranoj që në vizitën e parë. Po të vi fëmija që në vizitën e parë për qef, rutinore, do më thonë, kontrol, jo se ka dhimbje, po shumica pacientëve, fëmijë në të ambientohet pak me vendin. Po, patjetër, ajo është se kur vim me një dhimbje e dinë se nuk është diçka e mirë, e këndshme, edhe them drejtën, ajo në ndikon bukur shumë, na merë bukur shumë kohë, deri sa fitohet besimi i pacientëve, po është shumë një knaqësi shumë e madhe kur punon. Kur fitojnë pacientat besimin, fëmijët e kanë fjalën, janë shumë të mrekullueshëm, punon shumë lehtë me ta, është gjithçka e kënaqshme, edhe rezultatet janë shumë të mira. Po prindve si këshill kisha thënë që nuk është vetëm pastrimi, kontrolla, njoftimi me stomatologun, me karrikat, instrumentet, materiale, gjithçka është që kam i ndihmu në të ardhmen, është një zakon i atij fëmijës. Se unë si këshill, si stomatologa dhe si nani e japi që nëse fëmija që tu pastru dhëmbët, prindrit ka me bo edhe ai si zakon, rutin, patjetër. Janë të prirur të bëjnë atë që shohin. Edhe janë shumë të rëndësishëm dhëmbët e qumshit, them drejtën. Se më përmende më herët. I mendojnë që do nrohen edhe s'ka në rëndësi, e nuk e mendojnë një gjo që fëmijët e tyre rriten me ato. Do më thonë, po ushqehen me ato, bën gjithë ato vite, do më thonë, jetë deri moshën 12 vjeçare, deri sa përfundon ndrimi i komplet i dhëmbëve. Ajo është një higjen që mësohet si të dhëmbët e qumshit, si të dhëmbët e përhershëm. Kemi faza kur janë përzim dhëmbët, edhe patjetër që do ndikojnë edhe dhëmbët e qumshit edhe dhëmbët e përhershëm. Pra nuk duhet asë si neglizhuar dhëmbët e qumshit për të evitu kontrollet. Asnjëherë, kështu që ndoshta është pjesa ku shumë shpesh luftojnë këtë anë, se
gjithmonë prindit e kanë atë përgjigje, doktoresh do nrohem, ose e mete, krejt kësaj është që ka prind që nuk e din as që nru dhëmbi, që është dhëmbi përhershëm, edhe kur mbri në fazën e fundit, ju duket shumë gjë absurde nëse i thu duhet mu largu këtë dhëmb, që mu largu ku një fëmijë është kaq i vogël, po nuk ka qenë i vogël nëse ka pru deri në këtë fazë, edhe kështu që është bukur e vështirë, me thonë drejtën e bëj me qef. I kam fëmijët pak pik ashtu dopt, sidomos vajzat e vogla, ndoshta që jam edhe nën, po kalojmë shumë mirë. Mundola m'ju dhanë shumë këshilla prindve, ndoshta më shumë se që duhet ka njerë. Besoj që i mirëpresin edhe duhet jenë shumë të lumtur që nuk i kursen nga këshilla, fund jashtë për të mirën e tyre si prindër, po më së shumti të fëmijëve. Kur po flasim për fëmijët, jemi në këtë kohën, gjithmonë ka qenë, po tani më prindrit nuk kanë shumë limite të plotësimi i dëshirave të tyre, kur bëhet fjalë për ëmbëlsira, lënxhet e gazuara, këto snacksat, këto chipset, këto gjana që të shijojnë shumë e vërtet. Gjithë kësaj. Por ç'a duhet të dinë fëmijët edhe ku është masa që ajo nuk është që duhet të eliminohen komplet apëton një gjohë, si të pijet, si gjanat e ëmbla e këto, prindit duhet të kenë parasysh, duhet të ketë një kohë caktuar, një orar, një rregull për to, për ata, se nëse një fëmijë konsumon gjatë gjithë ditën sheqerna, ose bie në shtradh fle me biberon, domethënë, ose me shishet mbushur me lëng me sheqer, koha që ekspozohet sheqernat, domethënë gojë është bukur e gjatë, dhe krejt kjo na sjell te karjesat, që nuk është në rregull, po nëse kemi një kohë caktuar, është diçka e menaxhueshme, edhe një higjenë e mirë, atëherë jemi në rregull. Unë zakonisht pacientave të mi dhe ju jepi bombona ndonjëherë. Edhe tham, unë po jep, po ti duhesh mi pastru dhëmbët. Kështu që jemi në rregull, se zakonisht prindet, doktoresh, apo ndalohen çokolladat? Jo, tham, nuk ndalohen çokollada, pa çokollada ku do jetojmë. Po, kur hanë çokolada, duhet edhe pastrimi, kujdesi, pak më i madh. Po, si këshill edhe prindve kisha thënë që deri rreth mosës 7-8 vjeçare, duhet mi ndihmu fëmijëve mi pastru dhëmbët. Nuk e kanë atë lëvizjet motorike, ato ashtu të bëjnë pastrimin si duhet. Deri në moshën 7-8 vjeçare, thua? Po, patjetër, gjithmonë i duhet mi ndihmu. I kam pa shumë prind nga dëshira për t'i pavarësu fëmijët, po, i kam pa që i në rregull mund të shpjaje për shprushën, të bëj pak qef, ose përfundosh sparit ti, pastaj bën pak qef, ai se është kohë që ajo ka me brushë normal, është diçka normale që e dojnë fëmija. Po, spari, nëna ose babi, pa marrë parasysh kush, duhet, ata ta kenë kujdes, si e parë, pastaj bëj qef. Dalim pak të rriturit, se besoj që nëse flasim për ëmbëlsirat e këto tek fëmijët, jemi keq edhe na. As ne nuk ja lë mangu, biles ne edhe me gjëra më të këqija. Nëse do të shikoni njerëzit nga afër, prej rutinës së tyre, nga kafja, cigaria, pijet energjike, plot të tjera, cilat bëjnë më shumë dëm? Them, si kafja, që ngjyros dhëmbët, si pijet e gazuara ose pijet energjike që kanë aciditet dhe dëmtojnë zmaltin, dëmëllën dhëmbët. Gjithashtu edhe duhani, edhe ai i dëmshëm, pos ngjyrosje dhëmbe, era e keqe e gojës, gjithashtu edhe që ka ndikim të mishrat e dhëmbëve, gjithë këto, si me thonë, na lidhin me një gjendje të përgjithshme tonën, jo vetëm të dhëmbët dhe vetëm të goja, po kam na lidh edhe me shëndetin tonë të përgjithshëm, që janë vese bukur që ose shumë shoh persona grimcimin e gjanave që e bojnë, hapin amballazhe ose diçka të tillë, ato na sjellin deri te një dëmtim, që janë diçka që e bojnë çdo ditë edhe nuk e vrejnë se sa ku shohin njerëzit duke kafshu, ndoshta thënë të tyre, duke hap gjana me dhëmb. Janë ose lugën e kafës që e kanë shumë të shqiptarët. Edhe ato na sjellin deri te dëmtimet e dhëmbëve, deri te frakturat e dhëmbëve, sado të vogla. Ke pas raste të tilla që ke pranuar në ordinatë? Po, patjetër. Të nisura, pra të pritura prej fiks këtyre situatave?
një gjë që kam është shumë shpesh, sidomos të dhëmbët frontal, që vjen ato frakturimet, ato thyrjet e vogla, që në fillim nuk e vrejnë ata. Kur vinë për një konsult tjetër edhe jam, shiko, këtu mungojnë pjesë. Nuk i pas na vrejt, ka mendu se kështu janë, edhe aty e shofin se sa dëm kanë bu dherja. Uroj ta kenë marrë si mësim, edhe ne këtu që po flasin, ta bëjmë, ta japim si mësim. Janë gjana që nuk duken, që buën çdo ditë, edhe në fund... Edhe janë si kur zakone pa vetdije që i bënë. Ajo është që sjell deri te më keqja, për drejtën. Duke folë për buzëqeshjen, jemi në këto vitet e fundit që edhe në media, edhe nga yjet botërore, edhe në çdo rrjet social, është krijuar një lloj presioni për një buzëqeshje perfekte. Kemi emra të njohur botëror, por edhe vendor që vazhdojnë të ruajnë atë buzëqeshjen e tyre natyrale, por a është më shumë kujdes kjo puna apo veç një presion që po na bëhet nga faktorë të tjerë? Jo, ajo dëshira e madhe që të ke një buzëqeshje të bukur, them drejtën, ose të bardhë, po jo gjithë ka nevojë për një gjë të tillë. Unë si prioritet në ordinancën time kam s'pari të jenë të shëndosh, pastaj të bukur, se një punim i bukur nuk mund të bëhet në një dhëmë që janë jo të shëndosh, ose një mish jo i shëndosh. Mundona që sa do pak të bëjnë një punë sa ma natyrale, të drejten. Mundona të ruaj dhëmbët natyral shumë. Në rregull kemi raste që kërkohet edhe, unë tham, duhet të shfrytëzojmë dhëmbët që i kemi. Sa do kohë që i kemi, duhet të shfrytëzojmë. Tjenë bukur, kërkohen për të bardhë, kemi mundësit që mundëm i ba me të bardhë, do me thëmë pa tjetër të facetat, të kurora, diçka që e dëmton dhëmbin tonë. Unë përdori shumë edhe mbushjet estetike, që tash janë edhe më trendi. Kur dallimi tyre me... Ka një benefit shumë të mirë, të them drejtën. E para është që nuk dëmtohet dhëmbi. Sidomos të moshat e reja, kur më vinë kërkojnë e kanë një problem sa do të vogël, një hapësirë e mesit, ose një dhëmë pak ma i vogël, edhe që mos shkoj të një fazë që mund me bu kur do, e shfrytëzoj mbushjet estetike. Duken shumë natyrale, e mire saj është që nuk gryhen dhëmbët, mesin ashtu që si është, vetëm modelohet me një mbushje estetike. Kur do që bi ose dëshiron me largu, mund është të largosh dhe ktheje gjendja që ka qenë ma herët. Edhe ajo është shumë e mirë, edhe është e bukur se është shumë natyrale. Unë jam pak të naturaliteti. Edhe të tuat i ke natyrale, a? Po të mijat, naturale. Ku është ajo vija ose ndalesa që ti i ke thënë jo dikujt për një... Po them për mbushjen, me shpëtua që është shumë e favorshme për dhëmbin, pa nuk dëmtohet, nuk gryhet. Preferoj gjithmonë, nëse kam një hap parë, mos shkoj të hapi i fundit, të tham drejtë. Nëse kam mundësi të shfrytëzoj diçka tjetër tani, që me kohë mundet ta bërë ata, gjithmonë shfrytëzoj mundësin e parë. Normale është gjithmonë kërkesa e pacientit, po obligimi joni është të tregojmë se cila është ma e mirë, edhe cila është e drejtë. Po kemi raste që nuk në ndërgjojnë taman, po duhet plotësohet kërkesë. Prej ordinancës tem preferoj me dalë diçka që më pëlqen mu shumë. Nëse unë jam e kënaqur, atëherë ja jepi drejtën pacientit ta vlerësoj. Nëse diçka nuk është e mirë, ajo puna jam. Unë duhet kaloj përmes meje dhe ta vlerësoj unë për çdo gjë. Kështu që kërkesat janë të ndryshëm. Ndoshta vetëm për një dukje, për një zbardhje dhëmbësh kërkojnë të fundit. Vetëm që duken dhëmbët më të bardhë. Po, gjithmonë duhet me pas një arsye, pse po vi aty, ose a mundë me bo një zgjidhje tjetër. Pra këto qefet e momentit që e din që pastaj mund t'i jem pishman, pa tjetër. Mendimet ti u janë pohën. Gjithmonë. Mendoj edhe një herë. Mendoj edhe drejtën kam, besimin e kam shumë të rëndësishëm të unë. Kam qef besimi, besom qa po mendoj që është ma mira për ty, po s'pa besim, tam shko mendoj edhe një herë. Kur e fiton, atëherë eja. A ka ndaj ushqim që njerëzit mendojnë se nuk bën fordom dhe as nuk e lidhen madje që mund të ketë mund të shkaktoj një telash tek dhëmbët, por që ju si profesionist
e keni has që mund të shkaktoj pak të lart? Kryesisht gazuarat, acidiket, limoni ndoshta, është një prej që unë vetë personalisht e kam largu. Limoni? Nëse e konsumon kështu shumë për shkak aciditetit, ose kafet e tepërta, them drejtën, edhe nëse do dhëm të bardhë, nuk është që është komode të kafet e tepërta. Ne pim shumë kafe si popull. Bukur një. Sa mendon që është në rregull gjatë ditës të pihen si kafe, pa pasur... Atë pjesë nuk është që është diçka që e caktojmë, ashtu vetëm që ndoshta mos teprohet me to, po 2-3 janë bukur, mjaftueshëm, ndoshta edhe teprohet pas asaj. Pas të dhëmbët, po të gjendja e përgjithshme e shëndetit nuk janë të mirë pastaj, se jo për gjë tjetër, se dhëmbët tani është ma pak ta që ndikojnë. Për atë arsye. Ka plot njerëz, dalim tash tek disa gjëna që kur folën për veset pa vetdije, si këto të kafshimit të thënjve, ose të hapjes së gjëra, ose mbajtjes së lugës, ka edhe gjëra që i bëjmë edhe në gjumë kur jemi me dhëmbët. Janë interesante, do doja për ata që ndjejnë vetëm pjesë të kësaj kategorie, ti flasim pak. Kërcitja e dhëmbëve gjatë natës. Ose na ndryshe thirrëm si bruksizëm. Qa do me thënë kjo? Prej cilat shkaqe e sjellin? Ndoshta ndonjëherë me raste është prej ngarkesës një kohë edhe te persona ndryshme kanë edhe si shprehi, rutinë që ndodh, edhe gjithmonë preferojmë është shumë e dëmshme. Të them drejtën se harxhohet struktura e dhëmbit. Edhe është diçka që nuk e vren ashtu, nuk bie në sy shumë. Edhe që me kohë, kur avansohet, do më thënë, mbrin deri te strukturat e thella të dhëmbit, që është shumë e dëmshme për dhëmbin. Po, është një hap shumë i lehtë që e parandalon. Janë disa goma që i thirrëm si goma për bruksizëm, që merret masat te stomatologu, edhe dërgohet në teknikë ku punohet ajo, edhe pa ma parasysh cilën nofull e bën, edhe gjatë kohës që fle e vendos. Po, është problemi që gjithmonë ata duhet ta zbuloj, ose stomatologu e zbulon kur vje, ose noi aty me kon fle partnerin. Po, është diçka që e lidhet, atë nuk është vetëm harxhimi i strukturës, po është deri te nyja mandibulare, pastaj te nyja e nofullës, pastaj te dhimbja kokës, janë shumë gjëra. Një prej simptomave që shumë shpesh pacientët vinë doktoresh kur po zgjohem mëngjes, kam një dhimbje koke, e ndjej atë peshën, edhe ajo është arsyeja, ndoshta edhe kjo duhet t'ju shtyp për një kontroll, nëse ti zgjohesh në mëngjes, e ke atë shtrëngimin, atë lodhjen e komplet nofullës edhe një dhimbje koke, atëherë, dhe gjatë ditës kalon, je më lehtë, atëherë duhesh një konsult patjetër te stomatologu edhe e shikon se si është gjendja jote. Pra ka shumë gjëra që mund të vinë si pasojë e kësaj, pra shumë probleme të tjera, shumë dhimbje të tjera. Cila është më shqetësuesja, pra deri ku mund të shkoj nëse dikush nuk e zbulon këtë, ose e anashkalon si dhimbje për kohë të gjatë? Janë frakturimet e dhëmbëve. Edhe pos që mund t'i thymë dhëmbët tonë natyral, sidomos ata që kanë kurora, dhëmbë vendosur, vjen deri te thyrja e tyre. Ajo është ndoshta ma që patjetër e shtym me ardh. A lidhet kjo me, se ma përmend edhe nofullë, a lidhet diçka kjo me kërcitjen e nofullës përgjatë përtypjes së njerëzve? Jo, nuk lidhet. Jo, nuk është diçka tjetër. Është diçka tjetër. Ajo është komplet, është një dalje e nofullës që bëhet edhe ku nuk përcjellet me diskun që është mrena aty, edhe kur bëhet kontakti me kock, atëherë bëhet ajo kërcitja, që kalon me disa ushtrime ose me shtrëngimet e muskujve nofullës, edhe besoj që lehtohet ajo. Ose me një kohë zvoglimin e hapjes tepër të gojës. Këto se zakonisht kur hapet goja pak më shumë, atëherë vjen deri te dalja e saj dhe kontakti mes dy kockave, ajo vjen ajo kërcitja që bëhet. Okej. Të flasim pak për vajzat e tua, se gjatë gjithë kohës, pra edhe në mesin e profesionit, se duket që i ke bashku kështu kaq mirë, edhe i përmende, biles dhe në hyrje u thashë dhe shikuesve që ato një pjesë të madhe,
e kalojnë të këti. Sa u ndihmon kjo edhe fillimisht tash që të ka ndryshu shumë, pra ke e bë shumë më sensitive. Shumë ka ndryshu, po. Si e ke përjetuar? Është diçka, them drejtën që nuk është që ndahet ashtu, edhe kjo është profesioni. Kur jam në ordinancë, mundona mu përkushtu të pacienti, maksimum, t'jem asa profesional, e çdo gjë. Kur jam të shtëpia, mundona, gjithashtu i kam pasi edhe në ordinancë, t'jem sa ma afër tyne, të kushtoj kohë, sa ma shumë, t'ju plotësoj dëshirat, sa ma shumë. Kështu që e kemi gjetë një rrugë. Ndoshta janë edhe motivi ma i madh i jetës tem që vazhdoj si ka ona profesionale dhe mbështetja ma e madhe kur shoh ato, shtyr që me esë ma shumë. Çfarë moshe janë ato? 3 edhe 1 gjysmë. 3 edhe 1 gjysmë, që në kanë të vogla. Sa strikte jenë detyrat e tyre rreth kujdesit të dhëmbëve? Të dhëmbët, po, jo shumë strikte, shumë strikte. Ajo së matologi ordinancës. Jo, mundona që ato me bo me qef, me thonë drejtën, lo që ato më pa kur unë i pastroj dhëmbët edhe më ma kërku vetë brushën, edhe ju plotësoj dëshira të llojeve të pastave që kanë qef, kështu që llojin e brushave i kem disa që ndrojmë, si elektronike, si manuale, çado që kërkojnë, po mundona që pastrimin e parë ta bëjon. Pastrimin, ashtu si që u sugjerove edhe pastaj kalojnë si mbrëmje, si mëngjes, kalojnë bukur shumë kohë me brushën ato. Okej, ato që kanë shumë të vogla, po qa është një... Pastrimi fillon që në daljen e dhëmbëve. Do më thonë, që në daljen e dhëmbëve, prindë duhet jenë kujtesshëm edhe t'ja fillojnë me pastrim. Edhe është diçka që e fitojnë me kohë dhe e bëjnë atë shprehin e mirë pastrimit, kështu që ju preferoj që dalje. Ato janë familiarizu me karigën stomatologu, që ta kemë problem të paktën për këtë, nuk du ta kemë këtë frikën. Përmendë brushat, fëmijët dhe të rriturit, duhet ta kenë një interval të supozuar kur të ndrojnë atë dhe lojet, si ta gjejmë lojen e duhun të brushës që duhet përdorim? Nga mesmja, se kemi shumë që bojnë gabime në rastet për zgjedhjes brushës, unë has shumë të pacientat e mi edhe vinë me një, ndoshta ka një problem me gojen edhe shkojnë e marrin një brush këtë but, ose kam problem me gurzit, ju gjakosin mishat, shkojnë e marrin një brush ma të but që mos t'i lëndojnë, e nuk e din që për e bujnë një gjendje alomat keqe orale, edhe që unë propozoj brushat medium, dhe më thonë që janë të mesme, edhe kryesisht ndrimi i brushave preferohen 3-4 muj, po ndrimi i brushet bëhe kur dëmtohen fijet, edhe nëse s'kam rrit 3-4 muj, janë dëmtu fijet, nuk e qa pret, aty se nuk është pastrimi taman si duhet. Edhe sa i përket brushave elektronike dhe manuale me se, unë propozoj që të dyat. Nuk është e rëndësishme kozgjatja teknika e pastrimit. Shumë ma rëndësishme, cilën do që e përdor si duhet, atë e kime pas suksesin taman si duhet. Po, kozgjatja duhet me qenë paktën 3 minuta, t'jenë me teknikën e duhur, se ndoshta një teknikë e keqe do bëj dëm ma shumë se sa do bi, them drejtën. Edhe gjithashtu, intervali, mëngjes mbrëmje, sidomos mbrëmja. është një shpreje e hu që thonë nëse do në dhëmë të shëndosh, pastron mbrëmje, nëse do shoqëri të shëndosh, pastron në mëngjes. Se mëngjesi është një fresh, një regojës, tjetë në regull, mbrëmja është taman nëse kujdesim. Nëse gjithë natës kalojnë ato ushqime në besin goj, ato përfundojnë gjithë shka. Bakteriët ushqejen me sheqerna atë mjaftushme. Pra 3 minuta thua është koha ideale. Edhe një teknike mirë. Edhe një teknike mirë, cilën e kemi mësu të gjithë në shkollë, besoj shumë që... Për fat mirë kanë fillu kontrolat rutinore dhe në shkollë, tash hasi pacienta që vinë doktoresh ka propozu këto, me thonë drejtën dhe mu më vjen shumë mirë, se kemi qenë, jemi mbrapa me edukimin oral, jemi bukur mbrapa. Na, si stomatolog në Kosovë, ala merremi me mjekime, ku kanë ecë vetëm me parandalime, dhe të parandalimi na jemi pak largë. Po flasim për kujdesin edhe larjen e teknikat, këto di që një nga gjërat shumë të
favorshme dhe që e preferojnë edhe vetë stomatologët është dhe pastrimi i gjuhës. Në anën tjetër diçka shumë problematike për njerëzit për ta bërë. Pse është ka që rëndësishme dhe sa shpesh duhet? A duhet të bëhet në të njëjtën periudhë me dhëmbët? Duhet të bëhet në periudhë, do më thënë, pastrimi me dhëmbët. Ka raste që pacienta kanë fije më gjata të, do më thënë, ato të gjua që i thirim na si papillat ato, edhe akumulojnë bukur shumë bakteri ushqime, edhe një ere keqe e gojës mund të vijë edhe prej asaj. Shtresimet prej cigarës e këto kanë bukur shumë rëndësi. Edhe pa tjetër, pastruan sa e pastruat dhëmbët, po në bi gjitha edhe fillin dentar që harrova që është shumë rëndësishme. Ka shumë rëndësi pas çdo pastrimi, ose me pej dental që thojmë, ose me fill dental, duhet bëhet pastrimi i dhëmbëve pa tjetër. Nëse bëjmë pastrimi vetëm me brush, do më thonë, mund të them që kemi pastruar ndoshta 70% dhëmbëve, ose 60, ndoshta ma pak, do më thonë gjithë meset janë të papastër. Nëse dojmë dhëmbë shëndosh, atëherë pa tjetër pej dental. Sidomos në mbrëmje. Pej dental, sepse në base me brush mund veç ti... Nuk pastrohen, do më thonë pastrohen 2 sipërfaqe, 2 tjera në ambesi. Okej, unë shpresoj shumë që u kemi dhënë mjaftueshëm këshilla. Shpresoj edhe unë. Ti marrim për bazë edhe që ta shtojnë. Po, ky ka edhe synimi gjatë gjithë intervistës që ta shtojnë sa më shumë këtë kontrollat rutinore, shumë rëndësishme, dhe ty të faleminderit që ishe kaq e hapur. Faleminderit shumë për juve, faleminderit shumë për ftesën, edhe faleminderit. U kënaqëm, edhe unë. Dashumisht, faleminderit. Po, shkëputemi tani për